radhë. Ajo që i ka shqetësuar më shumë prindrit sidomos është lajmi për qumshtin Aptamel, sepse është një formulë e shumë që konsumohet nga foshnjat, prandaj edhe shqetësimi ka qenë shumë i lartë. Çka ka ndodhur me këtë qumsht formulë, do thotë dhe me kompanitë të tjera, është që kontaminimin e ka shkaktuar një lloj toksine që quhet cereolide, që vjen nga nga shtomet e bakterisë Bacillus cereus, e cila momentin kur konsumohet këto produkte me këtë lloj kontaminimi nga foshnjat, atëherë menjëherë brenda disa orëve deri në 24 orë mund të shfaqen simptoma si që janë vjellje, barkëqitje, dopsi trupore. Kështu që kjo lloj toksine vjen si rezultat kur kemi të bëjmë me kushte jo të përshtatshme të ruajtjes së produkteve, në këtë rast qumshtit formul. Në çfarë kushte duhet të ruhen këto produkte dhe realisht sa u kushtohet rëndësi ruajtjes së produkteve, sidomos në veçanti me qenë se po flasim për qumshtin e foshnjave, disa produkte të cilat ndoshta kërkojnë kushte më specifike të ruajtjes në raport me produkte tjera. Realisht, këtë lloj toksine shkaktohet si rezultat kur lagështia si parametër fizik dhe temperatura nuk mbahen në nivel adekuat. Mirë po ne e dim që qumshti formul është qumsht pluhur, do thotë lagështia është nuk është do të thotë e pranishme në qumshtin e formul, mirë po rezultati i kësaj nga informacionet që kemi marrë është që kontaminimin e ka shkaktuar një nga përbërësit që vjen nga pala 3, sepse qumshti formul gjithmonë prodhohet duke pasur brenda ti përbërës të nevojshëm për zhvillimin e foshnjave dhe kontaminimi me këtë toksin ka ardhur si rezultat i pranisë përbërësit ARA, acid, është një acid yndyror, domethënë është një acid yndyror, omega 6, i denatyruar, i cili duhet patjetër me qenë prezent tek qumshti formul, sepse ndikon në zhvillimin e trurit dhe në retinën e foshnjës. Dhe mirë po, kontaminimi ka ardhur kur nga këta distributorë të cilët e kanë shpërndar këtë lloj përbërësi, i cili duhet patjetër me qenë prezent tek qumshti i foshnjës, sepse toksina është një lloj toksine që tretet në yndyrë dhe pastaj pasi është tret në këtë yndyrën, në këto acidet yndyrore ARA, ka ardhur deri te kontaminimi. Do të thonë këtë kontaminimi është shkaktuar si pasojë e mos mirëmbajtjes ose ruajtja në hapësira jo të duhura. Jo, siç thash, kjo ka ndodhur si rezultati prezencës së këtij përbërësit ARA, që është një acid yndyror që duhet patjetër me qenë prezent, mirë po ka ndodhur si rezultati mos ruajtjes, mos përpunimit të duhur të këtij lloji acidi, i cili ka qenë prezent në qumshtin formul.